Live from Tirana. Live from Tirana. Jemi rikthyer, jemi sërish së bashku dhe tashmë studio jon është mbushur plot si gjithmonë. Ne nuk rrim kur vetëm. Patjetër, absolutisht. Por për më tepër në ditën e hënë ku ne i dedikohemi totalisht Big Brotherit edhe të gjithë ndodhive që ndodhin në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Tashmë studios tonë është bashkuar Klodida Harka, gazetare. Mirë se erdhe, shumë kënaqësi që jemi ne. Përshëndetje. Përshëndetje, urojtje sa më mirë me shëndet e dashur. Të pyes, sigurisht, klisheja, pyetja e para, e ke parë Big Brotherin ndihet, por çfarë ndjen ti kur shikon Big Brotherin? Pyetja e ndjesisë, në fakt nuk e prisja një pyetje në lidhje me ndjesisë, se s'është se ndjej ndonjë gjë, përveç se e shoh në kuptimin e shoh si një shikuese që e specializuar, sepse për shkak të profesionit më duhet ta shoh kështu, edhe të dalloj, të shoh elementet që bëjnë dallimin mes lojtarëve dhe atyre që janë realët. Meqense më dole në shteg, e dole vetë. Cilët nga banorët sipas teje, Klod, janë lojtarë dhe të vërtet në një farë mënyrë? Ose më saktë, çfarë e diferencon këtë lojën nga e vërteta? Se gjithmonë përdoren si term, ti bën lojën jam e vërtet. Është një fije shumë e hollë që e ndan lojën nga realiteti, sepse dhe ato vetë ndonjëherë ngatërohen ose më saktë dalin nga vetja, dhe në momentin që dalin nga vetja do thotë që kanë hyrë në realitet. Kush mendoj unë, kush arrin të ruaj qetësinë dhe të bëj ca manovra që i shkojnë përshtat lojës së tij, mendoj që bën lojë. Ndërsa rasti Fifit për shembull mund të them që ishte realitet. Ishte realitet, sa u diskutua edhe në rrjet që ka patur hipoteza që ndoshta për shembull deri tek shëndeti, deri tek rënia e Fiktit që mendoj që ishte një lojë pra në një farë mënyrë. Edhe mendoj që ishte akuzë e rëndë për të. Mendoj që mund ta kenë ndikuar kjo gjë kur mori vesh gjitha ato lajmet që qarkullonin jashtë kur ajo doli. Unë nuk besoj se njeriu mund t'i bëj vetes një gjë të tillë, sepse ajo nuk ishte një skenë as e bukur, as që do të çonte diku. Kam përshtypjen që asaj i ka ndodhur diçka nga nervat ose nuk e di se çfarë, se nuk u mor askush me këtë diagnozë se çfarë ndodhi realisht. Kam përshtypjen që asaj i ka ndodhur. I ka ndodhur vërtet, pra. Është diçka që i ka ndodhur edhe që ajo s'do donte t'i ndodhte. Absolutisht që po. Edhe pse duhet thënë që përpos shijes së keqe që na la, jo të keqe në sensin që nuk na pëlqeu, po në sensin që u merakos, kishte energji, jo dhe aq të mirë si sken, publikimi i materialit demos pra diell e solli audiencën në një nivel tjetër të menduari për Fifin. Edhe sigurisht erdhi nga grupi i saj shoqëror Three Dots. Po duhet të të pyes ti si shikon këtë mbështetjen e shoqërisë nga jashtë për personat të brenda. Sa e domosdoshme është edhe çfarë roli mund të luajë? Patjetër, aty duhet të jesh si një përfaqësues i një ushtrie që ke mbrapa, sepse secili prej tyre ndikon në rritjen e audiencës, në përmirësimin e imazhit, në ngritjen e një figure të caktuar. Kështu që është mirë që secili prej tyre, ata që do të hyjnë në vitet në vazhdim, ta kenë një shoqëri që mund ta lënë jashtë shtëpisë, që t'i ndihmojë dhe edhe me këto element që mund të jenë edhe rrjetet sociale, mund të jenë edhe intervistat që mund t'i japin. Por Fifin patjetër që kënga diell e bëri që ta harronte errësirën dhe të dilte në një tjetër realitet. Sa e madhe është fuqia e një këngë, që mund të ndryshojë mendimin e të gjithë njerëzve si me magji, Mendosh që kishte njerëz që kritikonin, kishte fansa që u larguan nga të qenurit fansa të Fifit dhe me publikimin e një këngë, pra si me magji u transformua mendimi i tyre. Tregoj edhe këtë që Fifi është më e mirë në këngë dhe më mirë le të qëndrojë aty. Ose më saktë, edhe audienca do Fifin këngëtare me gjithë, dhe është shumë e rëndësishme se të duan si artist në Shqipëri, unë mendoj që është ke arritur atë çka duhet. Le të flasim pak për këtë debatin e shumë përfolur që u bë mes Antonelës dhe Big Mamës. Ku Antonela akuzon Big Mamën që ti nuk e shar në serbisht, në një gjuhë që sigurisht Big Mama dhe çdo shqiptar i Kosovës dhe Maqedonisë e ka pak të prekshme, domethënë, ç'është realiteti atje
plus është ajo që diskutuam dhe me të ftuarin para prak që është e ushqyer nga brezi në brez. Dhe revolta e Big Mamas patjetër. Tu duk veprimi nxituar që Big Mama u revoltua dhe u largua nga shtëpia. Këmbështet. Aty mes dy personazheve që më përmendët nuk dua të mbështes asnjë, sepse ishte një komunikim jashtë çdo etike, sidomos ngritja e zërit të Big Mamës ishte tepruar, edhe Big Mama nxori një anë tjetër që nuk ja njihnin, sepse Big Mama ishte gjithmonë e qeshur e por shkoi deri në largim e saj nga shtëpia. Duhet thënë që në këtë edicion më fal që të ndërpres, po thjesht dua të shtoj ato çka ti the, ka pasur dhe komunikime të tjera, verbale me tonalitete shumë të larta, për shembull nga Monika, nga Ariola, nga Fifi. Kujtoj debatin me Shkopin që i krijoi dhe Semit atë gjendjen anksiozë, por askush nuk u ndal dhe të gjykonte në një farë mënyre pse flasin këto kështu. Ama tek Big Mama ndodhi. Pse sipas te ndodhi kjo gjë? Çfarë mbarsi toni Big Mamës që ngjalli këto polemika dhe këto diskutime? Ishte edhe fyerjen, përdorimi i fjalorit të saj, ishte mjaft denigrues. Do kishte bërë mirë që të ishte treguar pak më e përmbajtur, sepse gjithë strategjia e lojës është kush provokon me qetësi dhe kush del nga vetja. Ai që del nga vetja është gjithmonë i humbur. Në këtë rast Big Mama ishte e humbur sepse e provokoi Antonela, që duket një natyrë provokative dhe që ruan gjithmonë qetësinë, është shumë gjak ftohtë, është e lindur për këto lloj programesh. E provokoi aq shumë sa e bëri të humbte, të dilte nga vetja. Pra ja arriti qëllimin. Si lojtare Antonela, ajo ishte pika e dobët e Big Mamës, ndoshta siç duket e fortë në pamje, por është shumë e brisht për brenda, me sa duket. Kush mendon që ka dëmtuar imazhin me vendimarrjen për të futur në Big Brother nga gjithë personazhet? Mendon se dikush e ka sfumuar imazhin e krijuar në ekran? E tham Fifi, po që Fifi do e marrë veten shpejt sepse prapë është një natyrë që i shkojnë këto, duke qenë se ka marrë pjesë edhe në një program televiziv në Top Channel, Shiko kush luan, dhe ka shfaqur pak a shumë natyrën e saj interaktive me personazhet e njohur. Kam përshtypjen që do i rikthehet imazhit të saj të vjetër. Po kush ka marrë benefite nga ana tjetër? Nga ana tjetër mund të them që Benjada ka fituar goxha vëmendje edhe pse ka qenë jashtë vëmendjes në një realiteti shqiptar. Edhe dihet nga të gjithë Donaldi. Donaldi e ka marrë gjithë vëmendjen për vete në sajt e lojës së tij, prej një djali që mund të bëjë gjithçka, mund të përjetojë gjithçka pa e vënë mendjen se çfarë do të thonë të tjerët. Kush mendon që do jetë fituesi? Është kjo pyetje që tashmë ja dedikojmë gjithë të ftuarve që në fakt mbri në studio, sepse besoj se të gjithë kanë bërë ato kalkulimet në mendjen e tyre që ky do të jetë fituesi ose këtë simpatizoj unë. Në fakt, unë në fillim kur hyri Ilir Shaqiri, isha me Ilir Shaqirin sepse edhe e njihja dhe mendoja që është një lojtar i denj që ka edhe pjekurinë, edhe eksperiencën e jetës, edhe është mendje hapur që mund të bënte një lojë të vërtet, por me kalimin e ditëve, javëve dhe muajve, Iliri qëndroi stoik, është lojtar i fortë, por që u trazua pak nga lojtarët e tjerë, të cilët i shfaqën atij një anë tjetër që edhe e trazuan. Po kur cënoi territori në një farë mënyre do kesh format e tua të ndryshme. Iliri është qetësuar pak, por prap e shoh me ambicien e një fituesi. Domethënë veten e vet ai e pretendon ende fitoren. Sa bukur. Por edhe të tjerët mendojnë që ai mund të fitojë. Por ndërkohë është edhe Donaldi një kundërshtar dhe një rival shumë i fortë, dhe nuk është çudi që një Donald që ka bërë më shumë show, të themi ato që është, se jo çdo kush mund të arrinte të bënte ato që ka bërë Donaldi dhe do vazhdoj të bëjë, se show që prap në momentin që njerëzit mendojnë që ai është me dikë, ai thot diçka tjetër. Edhe tani ka filluar me sa di me Beatrix. Pritet një ndarje në fakt mes. Po, dhe po thot diçka tjetër që edhe mund mos jetë me të, që do të thotë që ai që nga lojtari më strategjik në Big Brother dhe nuk është çudi që Donaldi të jetë fitues. E dikush problemi se edhe ti vetë Klotilda e përmendej që kur ata e dinë që Iliri është fituesi,
me vetveten e tyre. Ky është problemi. Në momentin që ti nuk e cilëson veten fitues, atëherë do jetë dikush tjetër fitues. Pra, është e vendiri do të thuash apo? Po, domethënë, në qoftë se unë si Ksenja nuk e quaj veten fitues në Big Brother, se e di që Eliosi do jetë fitues, atëherë që këtu ti e ke humbur lojën. Ti duhet luftosh, ti duhet të sjellësh dinamika. Mos mendosh që ti po rrin aty dhe di që Eliosi do jetë fituesi Big Brother. Edhe në jetë ka role parësore dhe role dytësore mes njerëzve. Ka njerëz që janë protagonistë, e shijojnë jetën në maksimum, dhe duan të fitojnë dhe të arrijnë gjithçka. Ka personazhe që janë në funksion të këtyre kryesorëve, kështu që edhe në Big Brother ti jeni të bindur që Donaldi, Iliri mendojnë që do fitojnë, ndërsa edhe Angel me sapo thuhet tani që ka hyrë me idenë që mund ta fitojë, ndërsa personazhet e tjerë shpresojnë por nuk i kanë ato pritshmëri. Dhe janë në funksion të personazheve të tjerë protagonistë pranë. Protagonistë dhe ndaj janë krijuar grupe me një lider dhe me personazhet e tjerë që e mbështesin. Klot, do flasim pas pak për këto liderat dhe këto grupet që janë krijuar, sepse është pjesë e debatit të javës që ka dalë në media sociale. Deri atëherë fans go crazy nga Money Man and Young Blue. Klotilda, të pyes pak si shikon këtë përplasjen mes Ilirit dhe Donaldit. Së fundmi në rrjetet sociale ka dalë një sekuencë ku Donaldi thotë Ilirit që gjithë njerëzit që ti quan në thonjëzet vërtet, por që ishin pjesë e grupit tënd, tani më nuk janë fare lojtar në këtë shtëpi sepse i ke lënë ti në hije. Si të duket kjo akuzë në një farë mënyrë? Po, një lider ose një udhëheqës, ushtarët i do sa më të bindur dhe të heshtur, kështu që Donaldi mund të ketë të drejtë, por gjithsesi kjo prapë është një strategji e tij për ta luftuar Ilirin në pikat e tij më të dobta dhe më të forta njëkohësisht. Unë në fakt jam befasuar nga Donaldi sepse nuk e prisja që të ishte kaq strateg. Më është dukur një djalë i zgjuar në një farë mënyre, dukej nga shikimi, nga mënyra kur ka qenë në televizion. Por nuk mendoja që mund të ishte ky lojtari protagonist, dhe kam përshtypjen që Iliri nuk e ka parashikuar kur ka në Big Brother se mund të kishte një kundërshtar të tipit kaq të fortë si Donaldi, por ndërkohë të një brezi tjetër që ka dhe ai pluset dhe minuset e veta. Kështu që kush mendon që është dobësia e Donaldit dhe kush mendon që është dobësia e Ilirit në këtë lojë? Kjo është një pyetje e vështirë sepse deri tani ata janë përpjekur që t'i fshehin dobësitë e tyre, duke u për shembull Donaldi në fakt është kritikuar për ngritjen e volumit të zërit, shpërthimet emocionale që ndonjëherë janë edhe të tepruara, ndonjëherë edhe e penalizon gjatë debateve. Sepse nuk argumenton dot qartë. Po edhe për këto lëvizje ndryme të ujrave, pra njërë nga borat, sa tek Semi, tek Beatrix. Ndrimi i partnereve do të thosh. Ndrimi i parfumeve. Le ta themi trot sepse edhe ai po kaq hapur e ka bërë, nuk ka ndonjë gjë që ne ta kamuflojmë. Mendoj që për Donaldin është pikërisht kjo, por që e thash është kthyer në një pikë të fortë ndërkohë sepse nuk ka shumë djem në Shqipëri që mund të dalin dhe ta bëjnë hapur këtë gjë. Madje djem tani përpiqen që të hiqen sa më monogam dhe sa më serioz. Ka ndryshuar komplet historia, ndërsa për punën e Ilirit, pika e dobët e Ilirit është në momentin që tregoi historinë e të dashurës dhe gruas, edhe pse e tregoi për t'i dhënë personazhit të tij një dimension bashkëkohor, në kuptimin që ta pëlqenin edhe për këtë, që të gjenin veten shumë burra që kanë tradhtuar gratë dhe shumë gra që janë tradhtuar nga burrat e tyre, kjo kthyen në bumerang. Edhe tashmë po e sulmojnë pikërisht atë. Me këtë gjë po e sulmojnë pak më shumë dhe mund të them që këto janë dy pikat e dobta dhe të forta njëkohësisht që e thash edhe në fillim. Klotilda, faleminderit shumë që ishe në studio me neve. Më pëlqeu analiza jote sepse unë dalëm pak por sakt. Turoj ditë mbar edhe pse jo të shohim dhe më gjërë të imponuar me Big Brother. Faleminderit shumë. Klotilda, ishte shumë qejf që ishe me ne sot, edhe pse jo të mirëpresim sërish. Jeni shumë të këndshme dhe uroj një vit sa më të mbar. Faleminderit. Mirë, përshëndetja e fundit është ajo do ta lë ty shpirt. Do ma lësh mua. Biti or do të visi përshëndetja e fundit për sot, kalofshi sa më mirë edhe do të dëgjohemi sigurisht nesër live from Tirana. Live from Tirana.